ministri aty, në prerjen e shiritit nuk di çka e aty, bashkë me kryetarin e komunës. Të dytë kanë ra. Fitues është Naim Tërnava aty. Por, me qenë se ne kishim, këta fillun manifestimin disa ditë më herët, ne kishim me 6 ditën për Skënderbeut, na insistum që atë ditë ajo të mbyllet për me ikë ndonjë incidenti eventual. Për shkak se është mos e madhe tensione. Provokimet janë të qarta. Realiteti këtu dhe në Shqipëri, të dy vendet kanë alarmuar shtetet pse janë në sulm nga edhe kibernetik nga Irani, nga veprimet e tyre shtetërore. Të mos flas për veprimet që kanë bërë mullat e vehabët këtu nga pas lufta këtej, duke u infiltruar në xhami, duke bërë predikime në emër të fesë, duke i nxitur njerëz drejt radikalizmit, rrjedhimisht duke i nxitur njerëz drejt një filozofie që të bën fundamentalist kundër rendit liberal, që e kishin jetuar epokën e robërisë dhe ishin shndruar vetë në kamikaz të kësaj robërie. Thash, këtu është e paqartë dallimi i Shqipërisë me Kosovën. Shqipëri duket me pak ambientit fetar, duket që atje klerikët fetar nuk e kanë në kontroll fen si ndodhe në Kosovë. Është karakteristike për shqiptarët, po flasin Ballkan. Nëse shikojmë Maqedoninë, gjendja është shumë e keqe. Pastaj vjen Kosova, tek në fund Shqipëria. Shqipëria qëndron më mirë në këtë drejtim. Shteti është paksa më i konsoliduar edhe më i organizuar, po nuk është puna që vetëm shteti është i konsoliduar, po është edhe e kalumja historike e cila në një farë forme ka ndikuar që atje fet mos shikohen sikur këtu tek ne, ose edhe ma keq si në Maqedoni. Si gjetën rastin me investu, si u bën shqiptarët deri gjetë të rubrum prej që po bënin betejë historike nga Uzën për Derit, bën viktim e filozofive të mullave e të këtyre. Kjo është e papranueshme për një rand liberal. E papranueshme por gjëra që ndodhin. Ja pse ndodhin. Na për Kosovë folëm arsyen pse ka ndodhur, te ka ndodhur. Kem pas një kohë, një periudhë kur s'kemi pas institucionet tona të fare, unë miku ka udhëheq, ata e kanë shfrytzuar mirë, kur janë forcuar ata, edhe u shpall pavarësia e Kosovës, ata veç kanë qenë të fortë, edhe i kanë kurzuar politikanë tonë edhe me vota, edhe është shpresuar që hajtë se kjo është një fazë kalimtare dhe rregullohet, edhe kjo ka ndodhur, një mashtrim ka ndodhur. Në Maqedoni është më ndryshe. Ambienti atje është? Ambienti është tjetër. Tepër agravus. Atje shërbimi... Sikur që është në lugin të Preshevës, i njëjti. Edhe në lugin. Hoxhallarët e dy vendeve shumë identike, shqiptarët brendim. Shumë identike janë lugina Kosova Lindore edhe Maqedonia. Pse janë identike? Prezenca e madhe e fesë ka zbejt identitetin kombëtar në këto dy vende. Po sigurisht. Po pse po e përmeni që të dy po i bëj krahasimin si të njëjta Kosova Lindore dhe Maqedonia. Për shkak se shërbimet serbe të sigurisë, ato inteligjente, ato janë shumë të interesuar me i pa shqiptarët në qatë nivel ku i kanë sjell. Si ka një audit në duket kam qenë në Maqedoni dhe kam pas rastin me kontaktu me shqiptarët atje të përkatësisë muslimane, shqiptarë musliman atje. Ka njerëz të mirë, ka patriot që e dojnë kombin e vetë, po ata zguzojnë me qelë gojnë për pjesës tjetër. Pse? Krejt mullat këta që po i qunë, hoxhallarët këta, janë të lidhur direkt me shërbimin informativ Maqedon edhe Serb. Dikush me Maqedon, dikush me Serb, por i qojnë ato kauza anej ka donë Serbia, sepse Maqedonis i konvenon një gjë atil. Ashtu që shi ka konvenu Serbis që në Sanxhak... Akademi serbe po i bje që s'ka pushuar fare. Kur njëherë s'ka pushu. Vendos elementin fetar me të shqiptarëve... E njëta gjë po ndodh në Kosovën Lindore, mirë po shembull më i mirë ilustrues është Sanxhaku i Novi Pazarit, ku atje ju e dini mirë që një pjesë dërmuese e popullatës kanë qenë shqiptar të përkatësisë islame, por gradualisht u shëndrun vetëm në musliman
ma sot nuk e quajnë veten shqiptar, Jo. po sot e quajnë musliman të Bosnës. Thot na jemi bosnjak, musliman bosnjak. Dhe këto është bërë një punë shumë e madhe prej qeverisë serbe që kjo të ndodhë. Pse ndodhin këto gjona? Është tepër e rëndësishme për Armiqstanin, veçanti Serbinë. Nuk ka lidhje në cilën formë, veç hiqja ka një copë shqiptarëve, e qo tjetër kon. Le të quhet ai musliman, se ai muslimanin s'ta do serbi kërkon botë, s'ta do as shqiptarin musliman, as bosnjakun musliman, as turkun musliman, as tjetrin, por qëllimi është që ai arrin qëllimin e vet, synimin e vet me këtë. Dhe vetë Vučić del me deklarat, thotë unë do të ndërtoj autostradën prej Novi Pazarit për Sarajevo, muslimanve, se na i kemi vllazën këta. Pse nuk e ndërton për Prishtinë, po për Sarajevo? Me largu sa ma shumë anej. Njëjta gjë po ndodh në Maqedoni. Atje i kanë arrit hoxhallarët me bind shqiptar që sa ma musliman të fortë që jemi na, si maskutit tyne, se ajo nuk ka të bëj me fen, ajo është politik, nuk ka të bëj me fen. Filozofi politike, pastaj. Na e rujna kombin ton ma mirë. Jo, nuk lidhet me këmbë. Në shikim parë ajo ati qytetarit i duket atraktive se e don kombin e vet, pa i s'pi kupton që sa ma shumë po forcohet kënej, implanti feja, sa ma shumë që forcohet kënej, kombi po bjen. Pse po bjen? Pse mas pari, ku do që shkova dit, përshëndetjet ishin krejt arabisht. Maqedoni, krejt arabisht, lutjet arabisht. As një fjalë nuk e nishë shqip, përveç kur rrishen bisedat zakonshme. Kështu, se s'kan s'mujnë me humë krejt. Të një arabizuar, thu? Bukur shumë, por nuk është vetëm kë problemi. Se këto dikur edhe... Jo, po flasim për një filozofi politike që po flasim për filozofi... Identitetin filozofi politike dhe filozofi kombëtare shqiptare. Serbia s'ka shkëlqyer me shqiptarët e Kosovës pse janë musliman besoj fare. Jo. Nuk janë ato parsore për ta, por çka është esenciale tash te ligjeratat ta zonë, te edukimi që mahet në xhamia, në shumicën e xhamia, nuk përjashtoj që ka dhe hoxhallar të ngritun. Natyrisht. Ka dhe tillë, dhe mirë është. Duket që janë zona marginale edhe zona që tash nuk po njihen fare, por ligjeratat të tipit çfarë mohen disa xhamia janë jashtë çdo konteksti akademik. Investim në cilën në urrejtje? Po në urrejtje po se po. Në kostum liberal? Edhe janë ligjeratat tejet përfide. Vetëm një fjalë ta thot mirë, por me thonë që kjo është e mira, që na sjell kjo. Po krejt ligjeratën në esencë në bërthon me ki kontra. Që prodhon urrejtje. Dhe armiqësi. Në ran liberal, po të kuptim radikal, po. Nuk mund është ti me thonë që në xhami... Ka mullat po kryojnë fundamentalistë të ri nuk pëndalin në Kosovë. Po, s'pëndalin. Nuk mund është me thonë në xhami pëmsoj dikan qysh me dasht babën e nanën. Qysh me dasht kojshin, qysh... Pse? A deri aty kemi ardhë që një thmi i cili sa po lind din me dasht nanën e babën, tash i kalon 5-16 vjet, 17 vjet, 20 vjet, edhe duhet me shku e hoxha me mësu qysh me dasht babën e nanën. Nuk është funksioni i xhamis kë. I kemi shkollat, i kemi qerdhet, i kemi universitetet. Këta i kanë marrë tash detyrat e këtyne. Edhe këto duket që kanë humbur betejën në raportet. E kanë humb. I kanë marrë detyrat e universitetit, shkollave dhe qerdheve xhamiat. Hoxha nuk është i kualifikuar me eduku fëmijë të vegjël që edukohen parashkollor ose në qerdhe. Ose në përëndim, thëtë e kemi hapë, thëtë sektorin e gjuhës shqipe.